Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në Kur'an kemi tregime të jashtëzakonshme. Aty e shohim se një vajzë beqare lind fëmijë. E shohim aty se një fëmijë foshnjë flet. Në Kur'an e shohim se si një plak e moshuar mbetet shtatzon. Aty shohim se një burr plak steril shtohet me fëmijë. Aty shohim si qahet hana. Aty shohim si qahet deti. Këto tregime që tregojnë fuqinë jashtëzakonshme të Allahut të Madhërisht dhe përgjigjen e lutjeve që janë lut njerëzit tek Allahu xhelal. Çfarë mesazhi jep kjo? Që ti o njeri, çdo herë që ke nevojë, çdo herë që ke probleme, çdo herë që ke vështirësi, çdo herë që je para një situate sipas teje pas zgjidhje, ngriti duart, lutë Allahun e Madhërisht, kërko prej tij, atë do e gjesh të gjithë fuqishme, atë do e gjesh të gjithë mundshme, atë do e gjesh të gjithë dishme, ai do të jep zgjidhje, ai do të jep rrugdalje, ai do ta pranon kërkesën tënde, ai do të plotëson nevojat tuaja, ai do të plotëson dëshirat tuaja. Çka kërkohet prej neve? Që na vazhdimisht të drejtohemi atij me kërkesat tona, atë ta lutim vazhdimisht dhe të jemi të bindur se kur besimtari i ngrit dorë para Allahut xhelal, sigurisht Allahu ka për ta pranuar kërkesën e tij, ka për ta pranuar lutjen e tij. Dhe nëse ndodh që vonohet kërkesa, të i bindur se pas një kohe do të vjen përgjigje në formën që Allahu i Madhërisht ka vlerësuar më shumë. Andaj kur lexojmë Kur'anin dhe kur lexojmë këto tregime të jashtëzakonshme që kanë ndodhur në jetën e pejgamberëve të mëhershëm, në jetën e profetëve të mëhershëm, duhet i marrim këto porosi dhe ta shtojmë këtë vullnet dhe entuziazëm për lutje dhe këtë mbështetje në këtë fuqi të jashtëzakonshme të Allahut xhelal. Andaj mos harroni të vazhdimisht ta lutni Allahun për të gjitha nevojat që i keni, se Allahu ka shumë, edhe Allahu ka mjaft, dhe Allahu po që të gjithëve u jep krejt kërkesat e tyre, që as pak nuk ja pakson pushtetin dhe pasurinë dhe fuqinë Allahut Madhërisht. Andaj lutni Allahun të bindur se Allahu i përgjigjet lutjeve tuaja dhe mos u ndani gjatë ditës dhe natës vazhdimisht duke kërkuar ndihmën prej tij, përprahjen prej tij, forcimin prej tij, furnizimin prej tij, zgjidhjen prej tij, rrugdaljen prej tij, suksesin prej tij, e kështu të jetosh i suksesshëm dhe i lumtur këtë botë dhe të fitosh gradat e mëdha për këtë adhurim të duas, të lutjes që vën në jetën pas vdekjes në ahiret, në xhennet inshallah. Allah i pranon lutjet tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.